Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët, takojmë me të pashoq si çdo të mërkur. Protesta vazhdon, ajo që është bërë lajmi kryesor I muajve të verës, duhet thënë. Dhe padyshim edhe fokusi I gjitha analizave, sidomos të puntatave të muajve të fundit në të pashoq. Sonte kam ekspertin e sigurisë Ilir Kulla për të folur për protestën, por jo vetëm në ditën e 53 të saj, ndërkohë që qytetarët janë jashtë në shesh. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. 53 ditë protest, ne këtu e kemi bërë jo pak herë bilancin, analizën mbi të. Megjithatë, përderisa revolta qëndresa vazhdon, nuk ka tërheqje apo shkëputje edhe gjatë muajve të verës, kjo do të thotë që edhe mund të presim se do të prodhohet diçka. Me rëndësi është fakti që nesër është paralajmëruar një tjetër protest përpara parlamentit. Dhe ne e dim çka ndodh kur zhvendoset aty, të paktën nga 2 episodet kaluara. Nga ana tjetër kemi mbledhje të qeverisë, të premten. Aludohet për ndryshime në kabinet. Jo vetëm qeverisë, edhe të grupit parlamentar, Mirë, po ai mblidhet më rëndom. Në sensin tek pritshmëritë se mos tani është momenti që Rama të bëjë ndonjë lëvizje për ta amortizuar deri diku. Çfarë pret? Shiko, gjëja duhet parë në tërësinë e vet. Kemi një ngjarje e cila është e paprecedent. Gjam pak a shumë atë protestën një vit që bëhej një herë në javë poshtë zyrës Erion Veliet, që ishin pak veta për bënë zhurmë. Këtu zhurma është më e madhe sepse është poshtë qeverisë dhe është një zhurmë e cila ka marrë mediat botërore. Edhe duam s'duam ne, 2 muajt e fundit të jetës politike të kësaj qeverie, qeverisë Rama 4, kanë qenë tërësisht të ndikuara dhe të fokusuara nga protesta. Pavarësisht faktit që zoti Rama I ka vënë gjoksin protestës, edhe mediatikisht bashkë me një pjesë të mbështetësve të tij të afërt, është e qartë që edhe për shkak të mënyrës se si sillet ai një ditë duke sulmuar një ditë algoritmi, një ditë tjetër, është e qartë që kryefjala e vokabularit e fjalorit të tij politik është dhe mbetet protesta. Dhe ky nuk është një ndryshim I vogël paktën në një politikë si Shqipëria, sepse ne kemi qenë të mësuar me një opozitë që vinte korrigu ja fuste pushimet dhe flasim mande nga shtatori, dhe një qeveri e cila ka pas pak a shumë të njëjtin trend. Dhe është herë e parë që po ndodh që krerët e majorancës pushtet, pra kryeministri, kryetari I kuvendit, kryetari I grupit, sekretari I përgjithshëm e tjerë, I thonë deputetëve, drejtorëve, ministrave e tjerë, si vjet s'ka pushime, edhe po vajte deri në plazh, po do rrini këtu afër se këtu mund të ndodhi nga një moment tjetër, gjë që unë që e njoh herët politikën shqiptare, ka ndodhur për hir të vërtetës tu vetëm një herë, në vitin 1997 që vendi u destabilizu tërësisht, vetëm atëherë ka ndodhur që të jetë kjo vëmendje. E thënë kështu, këto 50 sa ditë protest kanë shënuar historinë e këtij vendi politikisht si asnjëherë më parë, por kjo është edhe si pasojë e faktit që vendi është katandisur me një opozitë shumë të dobët, shpesh me akuzat të ndërmjetme mes tyre, që je shitur ti, jam shitur unë, na ka bler ty, ka bler mua, etj. Mos harrojmë që asimilimi total I kësaj opozite që u bë nga kjo protest, në fakt ka nisur ditën kur aktorët e opozitës morën ato hekrat, shkopat e bejsbollit, drunjt kundër njëri tjetrit në selinë e partisë disa vite më përpara. Dhe disa prej tyre sot janë me Berishën, pra që në atë kohë ishin me Bashën. Pra është e qartë që kriza e thellë e opozitës u thellua akoma më shumë me këtë protest dhe
atë që i ka bërë protesta shkatërimit të imazhit të kësaj magjorance dhe të kryeministrit Rama në nivelin mediatik të rrjeteve sociale dhe të imazhit të tij diplomatik nuk ja ka bërë kush më përpara. Pra, to janë efekte të pakthyeshme. Pra, nëse opozita duhet të bëhet, si me thënë, të ndërtojë një ardhmë për vete, duhet të bëjë reforma të thella, po kemi parë vetëm pak makjazh me këtë variantin e ri për të rritjes, ku aty gjenë në rëndom njerëz si të thuan fal, po këta akoma ç'a duan këtu. Nga grupi parlamentar deri te kjo kryesia e re e tjerë. Në këto kushte kemi sjelljen e Ramës, i cili është përpjekur ta mbaj fort frontin e antiprotestës, qoftë në nivelin mediatik, qoftë në nivelin politik, me gjithë dështimet e mundshme, se duhet pranojmë që kjo ka qenë një periudhë. Dhe ka hasur atë që ne këtu në studio kemi diskutuar shpesh, paftësin në shumicë të një pjesë të madhe të njerëzve të tjerë. Pra, ai është detyruar të vërë gjoksin luftës mediatike dhe politike të imponuar nga protesta, për shkak se pjesa tjetër nuk e ka mbushur mendjen, nuk ka pasur efekt. Edhe për faktin se ai e bëri qeverinë me njerëz në shumicën e vet me njerëz spanjor, cilët ishin të paaft teknik, nuk po them që janë të paaft teknikisht. Në profesionet e tyre. Në profesionet e tyre mund të jenë njerëz shumë të aftë. Fuqi politike di. Por të paaft politikisht për të përballur me, se ki parasysh ministri është një institucion politik. Rama zgjodhi të kishte teknik dhe ata kanë qenë paaft, ishin politik. Dhe vetë partia, pra Partia Socialiste, e cila është një parti tradicionale, i ka parë këta njerëz me hijen e dyshimit, në kuptimin që kush janë këta, nga ana erdhën, ne bëjmë fushatat dhe lodhim edhe këta vinë marrin pushtetin. Më kujton një shprehje të ish deputetit Paulin Sterkaj, disa vite më përpara, kur u bë zonja Elva Margariti ministre, edhe Rama kishte organizuar një staff retreat të grupit parlamentar dhe të ministrave në Vlorë, edhe për të prezantuar deputetët me ministrat e rinj, me drejtorë, disa nga personalitetet e tjerë, dhe zonja Margariti shkon dhe i afrohet Paulin Sterkës, i cili ishte në mandatin e 3-të, 4-të për deputeti, i jep dorën dhe thotë, përshëndetje ju, kush jeni? Edhe ai e shef kështu dhe thotë, unë jam ai zog pika, pra ai idiot, që dalem mbledh vota në përmalësi e fshat në fshat, që të vishti pastaj të bësh ministër të më thush po ti kush je. Dhe ky është problemi i madh që ka brenda llojit ai. Dhe në anën tjetër tash ka edhe një problem që vjen nga paranoja dhe nga kortizoli, sepse stresi bën punën e vet. Duhet kemi parasysh që zoti Rama është një njeri që ka 36 vite eksperiencë politike, pra ka një nuhatje të jashtëzakonshme, por në njëjtën kohë ka edhe problemi që tashmë janë evidentuar për shkak protestës, po edhe për shkak të gjithë gjëra janë evidentuar një seri gjërash me probleme në rritje. Që i duhet një ekip shumë i fortë, i duhet një ekip shumë i aftë, po nga ana tjetër ai është në pozitat e Krishtit, tek darka e fundit. Ai i ka arrestuar aty, ata në një anë duken si dishepuj, pra pasues. Po në anën tjetër është duke parë kush është ai që do ta tradhtojë më parë, pra kush do jetë Juda. Në gjysmën e kohës i duken të gjithë Juda, në gjysmën e kohës i duken dishepuj. Pra ai e shef Taulantin si Shëmpjetri, që do mbi gjurmën e Ramës do ndërtoj atë do lërë gjurmën për jetën e Shqipërisë në drejtimin e Ramës dhe të Partisë Socialiste, po në njëjtën kohë Shëmpjetri është ai që e mohoi Krishtin 3 herë duke gjuetur me gur dhe i thotë ti do më mohosh i pari. Pastaj shef gjithë ata të tjerë, domethënë. E shef edhe Maria Magdalenën, e cila i shef me dyshim gjithë të tjerët. Deri për të mbërritur tek Juda, ku kandidati për Juda aty është me shumicë, secili nga ata është edhe kandidati për Juda. Kështu që nga kjo pikpamje
duhet kuptojmë që kjo protest ka prodhuar shumë, nuk ka prodhuar pak. Pra, ata njerëz që thonë që çka ka prodhuar protesta sepse qeverisja është po ajo etj. Mos prisnin që dolën njerëzit 1 muaj, 2 muaj shesh dhe do iknin këta do e fusin brapet, se nuk funksionon ashtu. Por ka ndryshuar edhe natyrën e opozitës. Unë shoh debatet në parlament, për shembull. Opozita në parlament ka filluar çkundet, po jo se ka hallin e socialistëve, po se ka hallin atyre që janë në rrugë. Edhe sjellja e Partisë Socialiste në parlament nuk është ndikuar nga opozita. Ata mundohen të bëjnë debate kështu me njëri tjetrin. Në fakt është ndikuar nga njerëzit në rrugë edhe nga qëndrimet në mediat ndërkombëtare, të cilat duhet të thënë për hir të vërtetës se ka mbajtur Shqipërinë këto 2 muaj në qendër të vëmendjes, pavarësisht se Shqipëria nuk është thyer një xham. Duhet thënë që ekziston një shprehje, të cilën zoti Rama e di mirë. Çfarë të vret të bën më të fortë. Por është rasti? Jo. Tash është rasti për të parë se çfarë ndryshimesh do bëj. Se nuk është vetëm çështje ndryshimi emrash. Rama ka ndryshuar shumë emra. Dhe Rama e di një gjë shumë mirë. Që po të mos jetë Rama, ata gjithë bashkë nuk e bëjnë dot vezën dhe ikin brenda ditës. Pra, Rama i ka tërhequr, Rama i ka mbajtur. Rama është forca e tyre, por Rama është dhe dobësia e tyre. Kështu që Rama e di shumë mirë dhe duhet të krijojë një ekip dhe një skuadër e cila do të jetë e gatshme për luftë. Po luftë 360 gradë, nuk është luftë. Atëherë emra plotësisht politik, pra. Çështja është që për të bërë emra plotësisht politik, Rama duhet të kthehet partisë. Sepse gjysma atyre njerëzve që kanë dalë në shesh, në zgjedhjet e fundit kanë votuar Partinë Socialiste. Dhe si ai rasti i Paulinë Sterkës dhe Elva Margaritës. Çështja është që këta njerëz duhet të shkojnë poshtë te baza dhe baza i shef në sy dhe thotë na gënjej 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6. Këto historitë se ne se ju hapëm këto kapituj, se ju bëm këto te baza poshtë s'kan asnjë lloj ndikimi. Domethënë mua më kujtohet periudha që unë isha afër Fatosanut dhe isha antar qeverie, kur isha kryetari i kulteve dhe isha në fushat 21 vjet përpara në Korçë, domethënë, kur ne krenoheshim me arritjet e qeverisë Nano, e cila shumë shpejt kishte bërë reforma shumë të thella të vendit e tjerë, kishte ardhur Shqipëria nga 97 atë 2005 aty. Ata fshatarët poshtë na thonë: "O ti zotni, kam hallet e mia. Kene gjë që të më zgjidhësh këto hallet sot për sot." Dhe kjo ishte një arsye pse humbëm në 2005. Pra këtu problemi është me cilin instrument zoti Rama do rikthehet dialogut me partinë e vet, me cilin instrument do dialogoj me njerëzit që janë shesh dhe që përfaqësojnë popullin, e mbi të gjitha me cilët njerëz do qeverisë. Po mira, a bëjnë punë ca ndryshime në qeveri qoftë edhe sikur të godas kryeministri me emrat siç thuat i politik. Sa kohë kërkesa është e panegociueshme për largimin e tij? Çështja është që nëse kryeministri vendos se disa nga gjërat për cilat flet protesta, disa nga aspektet për cilat protesta flet, disa nga temat. Cilat e tjera përveç largimit të tij, po thua. Anulimi i disa ligjeve etj. Nëse ai fillon dhe i bën, si të ta them, ndoshta ju nuk e mbani mend, po ju jeni nga Lushnja dhe duhet ta mbani mend një aspekt se gjë. Ka qenë Sokol Oldashi ministri i brendshëm 20 vjet përpara. Sigurisht e mbaj mend. Sokol Oldashi i ndjeri kishte vendosur që si ministri i brendshëm të bënte gjëra që s'ishin bërë ndonjëherë në Shqipëri. Dhe shkon dhe i kërkon partnerëve italian ndihmë, që ishin këtu në Tiranë, po edhe në Rom, dhe thotë unë dua të kap krerët e bandave dhe duhet ta filloj me Aldo Baren, e famshëm që u bë kaq vite në burg. Italianët e shohin, e thonë dakord. Ne do të ndihmojmë ta kapësh. Edhe e kapin në fakt. Iku një herë në Maqedoni, Shkup, me sa kam ndjeni unë, pastaj e kapën në Turqi.
Por i thanë, para se ta kapësh, ne kemi një listë me njerëzit që duhet të arrestosh. Ata ishin gjithë mbështetës së Partisë Demokratike. Dhe ishin kryesisht nga zona e Shijakut, ku Sokolov Dashi sapo ishte zgjedhur deputet. Dhe çmimi për të kapur Aldo Baren, Enver Dondollakun, pra mbështetësit e Partisë Socialiste në atë rajon, domethënë rajoni Lushnjës, ishte që duhet pastronte gjithë këta me të cilët kishte bërë fushat në rajonin e Shijakut, Durrësit e më gjërë. Dhe e bëri. Ani këtu problemi është që ajo që i kërkojnë partnerët ndërkombëtar zotit Rama, nuk është të iki, po është bëj punën. Po mos bëj punën atëherë duhet të iki. Dhe këtu do shohim ç'do bëhet me atë listën që nuk na e thot kush, po që me siguri ka një listë, të cilët duhet goditen, duhet arrestohen, duhet hetohen etj, mesin e cilit ka njerëz të krimit, njerëz biznesit, oligark, njerëz politikës. Ka një listë të zezë, thua. Po Që është një tavolinë. Po sigurisht që ka. Nuk mos harroj që në shkurt të këtij viti, fillim të viti, amerikanët, Departamenti i Shtetit kishte lënë ca detyra për Shqipërinë. I kemi komentuar këtu, apo jo? Po. Dhe jo rastisht, të gjitha kërkesat e sheshit lidhen pak a shumë me ato kërkesa që ishin atëherë. Kështu që sado kohë që bleu zoti Rama me narrativën jo është Greqia, jo është Serbia, jo është Rusia, jo është Irani etj, ka ca detyra të shtëpisë duhen bërë. Sepse kur nuk do të ishte bërë Zvërneci kryefjalë e politikës ndërkombëtare, po të mos ishte për ata emrat që përfliten aty në atë listë. Dhe tani do shohim pra, nëse zoti Rama bën një reflektim të thellë dhe merr përsipër që të bëjë atë që duhet bëjë një qeveri e cila ka marrë drejtimin për të qenë antare BE-s. Do të shohim se si do reagoj. Nëse s'do ta bëjë, është e qartë pastaj që lufta për mbjetesë nga ana e tij do të 10 fishohet, 100 fishohet, ashtu si do të 10 fishohet dhe 100 fishohet edhe lufta kundër tij, e cila është udhëhequr nga protesta. Duke folur me terminologjinë tënde, jam kurioze të di pse e kanë zgjedhur këtë strategji, se përveç mbretit, siç thua ti, që i etiketon me epitete fyese protestuesit, edhe obortarët janë në sinkron të plot me të. Për shembull, po dëgjoja ministrin Gonxhe që i cilësonte si budallënj protestuesit. Këtu kemi të bëjmë me një strategji të mirë menduar dhe të vendosur mes tyre, apo se ndryshe bën habita besosh që e bëjmë me kokën e vet? Mungesa një mendimi politik. Mungesa një mendimi politik të tyre bën që ata të jenë vetëm surrogato, përsëritës. Ata nuk kanë një mendim të tyre politik. Sepse po të kenë një mendim të tyre politik, ata bëjnë debat brenda llojit. Mungesa e një mendimi politik çon në këtë gjë. Dhe në njëjtën kohë ata duan t'i tregojnë pra në atë darkën e dishepujve që përshkrova, jo rastisht e përshkrova, ata duan të tregojnë secili që asnjë nga ata s'është jud, po ata janë të gjithë dishepuj. Po ti e di që edhe Juda ishte dishepull për sa kohë Krishti nuk ishte kryqëzuar. U kuptua që ishte jud vetëm kur Krishti ishte në kryq. Duke patur parasysh që Rama dishepullin dhe Judën e ka bërë vetë në të shkuarën, dhe jo pak herë, e ka nuhatjen ta kuptojë se kush nga ata do të ishte jud, ose nëse do ishin të gjithë jud në kushtet e një ndryshimi të madh ose një rrëzimi të madh. Prandaj kam thënë në ty që shiko, po të bjerë Rama, ta mendojnë se do kenë gjithë karrierën. Në fakt, Rama mund të jetë i vetmi që shpëtojë dhe këta do ikin gjithë burgjeve. Dhe këta janë në këtë pozitë sepse shumë pak prej tyre mund të kenë një mendim politik, e aq më tepër që të kenë kurajon të përballen me të. Shiko, mos harroni një gjë që Edi Rama hyri në Partinë Socialiste në 2003, Kongresin e famshëm të 2003. Dhe nga ajo kohë, deri sot që janë 23 vjet, pra janë gati çerek shekulli.
Edi Rama ka patur eksperiencën e mjaftueshme, përveç nuhatjes që ka si individ, domethënë, ka pasur eksperiencën e mjaftueshme t'ia shojë gjithëve atyre sjelljen. Dhe ta ketë kapacitetin të kuptoj kush nga ata mban luftë dhe kush nga ata merr kthesën. Pse? Sepse kanë bërë me Fatos Namën. E kanë bërë me Ilir Metën. Disa syresh e kanë bërë dhe me Sali Berishën dhe Lulzim Bashën. Pra, Rama e ka të qartë që secili nga ata kush e mban. Problemi është kush nga ata do t'i duhet Ramës sot. Nga një anë. Dhe nga ana tjetër, sa i aftë është ta mbaj një ashtu se ti mund të kesh sa dush dishepuj që të duan e të adhurojnë, po kur janë pa aftë ta bëjnë një luftë caktuar. Ose më mirë, ndonjëherë të bëjnë më shumë dëm se sa të bëjnë dobi dhe prokupi. Prandaj, ata e shohin në sy atë, edhe ai shef edhe thot, okay, dakor, e zëm se ti je dishepull. Je një njeri që më do fort mua me gjithmonë me dyshimet. Problemi është sa i aftë je ta mbash këtë karrocë, ta tërheqësh, ta bësh etj. Sepse vjen nga eksperienca me Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj thoshte, unë i bëj fresk vetëm Edi Ramës, po kur dal nga zyra duhet më bëjnë gjithë mu fresk. Në fakt ai thoshte një fjalë tjetër. Duhet më bëjnë mua gjithë fresk, thoshte, sepse jam unë ai poshtë. Dhe e ke parë që një nga arsyet pse ata kanë dalë në shesh janë skandalet e Arben Ahmetaj dhe një nga të prodhuar nga Arben Ahmetaj dhe një nga arsyet pse Spaku ka filluar shumë hetime, shumë goditje e tjerë, kryesisht ndaj bashkëpunëtorëve të tjerë siç është zonja Balluku, kanë qenë intervistat dhe deklaratat e Arben Ahmetajt. Pra, në këtë kuptim Edi Rama ka një drejt që thotë jam djeg nga qulli, do t'i fryj dhe kosit. Do ta shohim, po mos ishte protesta, do diskutonim asgjë nga këto. Meqenëse se po flasim për dishepullin dhe Judën, si e pe platformën që dorëzoi Elisa Spiropali për Shqipërinë e re në Partinë Socialiste? Duket se sfidoi në një farë mënyre Kryeministrin Rama, duke mbajtur fjalën që dha, megjithatë ka shumë që janë skeptik. A është kjo lëvizje e saj e vërtet, apo e bashkëkoordinuar me plan me Kryeministrin? Jo, s'është e bashkëkoordinuar. Do të tregoj një histori në 2019. Shkoj në Rom që a lënë një drek me mikun tim edhe mikun e kryeministrit, zotin D'Alema, ish kryeministri i Italisë. Edhe më pyet, ç'a bëhet ande nga Shqipëria etj. Them unë, mirë, ja kështu, protesta ishin ato që ishin atëherë. Po Rama thot si po reagon. D'Alema është një njeri që vazhdimisht e ka ndjekur Shqipërinë nga afër, që nga koha kur ka qenë kryetari i partisë në opozitë, që mbanin lidhet me Partinë Socialiste, pra që në vitet 95-96, e deri në ditët e sotme kur ishte kryeministër, ministri i jashtëm etj, privatisht, politikisht etj. Tash unë baja, ky po prodhon një ekip të ri, thash ka futur ca ministra të rinj etj. Dhe ka futur një grup femrash etj. Thash, po, problemi është që disa prej tyre thonë, domethënë në publik, pritin çfarë janë sepse janë këtu gati qesharake. Dhe një ndër to i thash është një ministre e re që thotë Rama Skënderbeu shqiptarëve. Qeshi D'Alema, edhe më tha, po Rama ç'a thotë? I thash unë, problemi është që Ramës ky i pëlqen. Ky që ka problemi më madh. Tani Elisa, e cila ka qenë kryetare kuvendi, e cila ka qenë ministër, e cila ka qenë deputete, ka qenë drejtoreshe përgjithshme etj, është një njeri shumë investuar në Partinë Socialiste, por investuar nga Rama. Dhe sfida në fakt ajo që ka, nuk është me Ramën, është me socialistët. Pra, a i besojnë socialistët zonjës Spiropali? Se ndoshta zonja Spiropali është duke bërë një punë. Po a i besojnë socialistët zonjës Spiropali? Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Pse ta them këtë gjë? Shiko, Partia Socialiste në kohën e Ramës ka prodhuar disa njerëz jashtëzakonisht fort politikisht. Në vitet cilët pastaj edhe cilësor, siç është Ditmir Bushati, siç është Erion Veliaj, edhe në tjetër. Por këta
nuk arritën kurrë të krijojnë grup. Pse? Sepse me gjithë përpjekjen e tyre për të ashtu, brenda PS-s kjo lufta e brylave ka qenë më e fortë se sa. Pra, këtu çështja është që sa afatgjatë dhe sa ndikuese do të jetë te socialistët ai propozim. Se nëse sot zonja Spiropali do të ikte, do të merrte 2, 3, 4, 5 deputetë, do bënte një parti tjetër duke thosh kjo gjë do kishte asnjë ndikim. Por nëse zonja Spiropali do kishte ndikim tek socialistët brenda, atëherë kjo do të ndryshonte natyrën e gjë. Unë deri tani nuk kam parë në ndikim. Ose më mirë, aty diçka vlon, por nuk është se aty ka kurajon dikush të çohet dhe të çohet kryeminist. Mirë, kurajon nuk po e ka as Elisa Spiropali, sepse ajo po prezanton diçka, thot nga PS nuk iki, do ta bëjmë bashkë. Domethënë është diçka ajo duhet të thënë që ajo deri tani është një zë që e ka kundërshtuar disa herë publikisht, por e ka kundërshtuar kur ka ikur nga s'ka guxime dhe shkëputje kur ka ikur nga pushteti. Ky është problemi që duhet të jetë, sepse në anën tjetër, në kohën që ishte kryetare e kuvendit, në kohën që ishte ministre, çfarë marrëdhëniesh ka pas me bazën. Unë, duke qenë që vi nga e shkuara nanoiste e Partisë Socialiste, dhe shumë njerëz më identifikojnë me Fatos Nanon, kanë bërë fushata atje. Flas shumë me socialistët, në bazë, në rrjetet sociale, në telefon, më shkruajnë, i takoj etj. Pra, ja njoh gjuhën socialiste. Dhe pavarësisht se unë s'bëj politikë aktive, dhe pavarësisht se vetëm duke qenë në jetë publike, socialistët më thonë atë që kanë. Por këtu lind pyetja, sa janë të gatshëm disa prej tyre të bëjnë atë që bëri ajo Neo Malsoria, e cila u soll në mënyrë shumë naive, por shumë të sinqertë. Pra, ne ndajemi këtu. Pra, sa nga këta janë gjendje ta bëjnë një luftë? Shumë pak. Disa prej tyre, për shembull, unë kur i takoj, pim kafe, se janë një pjesë e tyre janë miq vjetër, pra, duke se s'po të përmend emra, se edhe një jenë, domethënë. Kur i takon privatisht, thonë, ke drejtë për këtë. Problemi se ata nuk kanë kurajon të shkojnë të përballen me liderin. Ndërkohë që do ishte në interesin e tyre që ata të përballeshin me liderin, që lideri të fillojë një seri reformash dhe ndryshime që në mënyrë mos binë gjithë bashkë. Se tash janë dy palë, njëra palë që shpreson që të bjerë ai edhe të izerë vendin, dhe tjetra palë që thjesht ka kurajon. Pastaj ka dhe i palë tjetër që janë këta prurjet e reja të pas 2023-2025, cilët e shohin Partinë Socialiste vetëm si një lopë për të mjelur edhe pushteti. Këta janë të kuptueshëm se nuk pritet nga këta ajo lëvizje që thua ti. Mirë, kur ti nuk identifikon dot asnjë me këtë kurajo që përshkrove, atëherë i bie që nuk ekziston mundësia kurrë që në PS të plasë, siç themin e vërtet, të krijohet një fraksion Po jo, nuk zgjidh gjë fraksioni. Problemi është që nuk zgjidh gjë fraksioni. Ja, ky është problemi. Pra unë nuk po them që Partia Socialiste të jenë budallë dhe të rrezojnë qeverinë e tyre. Se s'ka budallë këtë botë. Por Partia Socialiste mund të fillonte një debat të shëndosh, siç ishte ai i 2001-shit me katarsin e famshëm të Fatos Nanos. Problemi është se atë proces e filloi pikërisht kryetari i partisë. Dhe këtë proces duhet ta fillojë Edi Rama. Po si do dali? Do dali Edi kundër Ramës apo Rama kundër Edit? Sepse në momentin kur ti ke neutralizuar të gjitha organet udhëheqëse të partisë, kush do lëvizë? Prandaj të bëra atë krahasimin e dishepujve. Pra çështja është që një, dhe dyta pastaj është që do t'i thuash përveç që se kemi thënë Rama duhet t'i dëgjojë, Rama duhet dialogojë etj. Çështja është me cilin mekanizëm dhe çfarë konkretisht duhet ndryshojnë. Për shembull, kemi këtë reformën territoriale. Nëse socialistët do ta bëjnë reformën territoriale, edhe një herë vetëm antagonizëm do rrisin. Edhe me të huajt, edhe me opozitën, po edhe me sheshin. Pra, përveç se që duhet të kundërshtojnë si thua atje, duhet të kenë ofertën e tyre, çfarë ofrojnë. Pra zonja Spiropali është e para që ka hedhur disa pika. Por në fakt,
duhet të kenë një platformë të mirëfillt se çfarë nevojesh ka vendi, sepse ki parasysh që ndryshimet e fundit të rëndësishme të vendit në kjo pikpamje kanë kaluar shumë vite. Pra, është 2008 që u bë ndryshimet e famshme me Berishën, pra janë 18 vjet, janë gati 20 vjet. Dhe është gati 12 vjet kur u bë reforma territoriale. Pra, ka shumë gjëra të cilat edhe duke qenë që kemi marrë rrugën drejt PS, duhen bërë. Pra, nuk mjafton të thuash që o zotëri, unë do ndryshoj ligjin për zonat e mbrojtura. Por nëse edhe një herë të vetme tentojnë dhe shkojnë betonierat në Zvërnec, e ndërtojnë një mur për shembull, tu gjërat dalin jashtë kontrollit pëse? Se ndodhi Rjolli, ndodhi Zvërneci atje, njerëzit nuk e kanë me policinë, e si do që ka pas qik, por ka që është menaxhuar situata. Por nëse dikush do ta sforcoj veten dhe do thot unë kam pushtetin dhe do ta vazhdoj të ushtroj këtë pushtetin, atëherë përplasja është e pandajshme. Pra këtu problemi është ai që është lart, çfarë vendimi do marrë. Do marrë vendimin që i qëndrova fort turmës, por unë do filloj të bëj reformat, apo i qëndrova fort turmës dhe mua nuk më ndjen dhe le të shkojmë luftë dhe bëjmë çfarë duhet. Se kjo është çështja se si do arsyetoj. Në anën tjetër, ta thash, kemi një problem shumë të madh që është një opozitë e cila po azhësohet. Bëri një ripërtërirje, po. Shumë, ishin shumë. Njëjtët emra. Ishin shumë pa njohur ata, ripërtërirje. Jo, mundua të bëje një betejë. Jo, ai thjesht Berisha larguar Flamurnokën, por nuk s'ka lidhje se realizua. kush do largon në Flamurnokën. Mirë, sepse aty pretendohet për mobilizim të partisë. Jo, ne duhet të jemi serioz. Partia nuk është muli problemi i Partisë Demokratike. Partia Demokratike. Jo, ai në person, po edhe si fenomen. Partia Demokratike, përkundër, unë mendoj që ai është një njeri shumë i sinqert dhe është besnik i Berishës. Flas si fenomen. Problemi nuk është ky, problemi është që Berisha do një parti të vetën, e do shtëpi të vetën, më të vogël, po të vetën. Okej. Dhe Berisha është shumë i qartë në këtë pikë. Kështu që nuk ka çapritet më shumë thua ti, është e kot. Sigurisht pa kjo është një prandaj kanë dalë ata njerëzit në shesh, se po të ishte hapur Partia Demokratike dhe të bënte një platformë të një opozite të gjerë mbarkombëtare, sot Rama ishte në opozitë dhe kishim patur. Shiko, do të kujtoj një gjë ty. Në 97-ën, Fatos Nano mund të fitonte zgjedhjet i vetëm. Por bëri një platformë opozitare që fillonte nga Partia Komuniste e Shqipërisë dhe Partia Socialiste, e shkonte deri tek përndjekurit e Kurt Kolës. Me cilët 4 vite nuk e se pati pak probleme në bashkëqeverisje, por e bëri në mënyrë që të ndodhte ndryshimi i sistemit. Tani të duket se Partia Demokratike ka bërë në reformë të tillë për të hapur krahun, domethënë edhe ata të brenda llojet që janë kundër rrymës janë tërësisht të përjashtuar dhe të rinë jashtë dere. Dhe janë në drejtë detyre ta bëjnë, por Sali Berisha ka bërë një parti të vet, kaq. Është shtëpia e vet, nuk diskutohet kjo gjë. Dhe është në frymën e 2008-s. Pra, LSI-ja është shtëpia e atij zotërisë që është e 313, PD-ja është shtëpia e Sali Berishës. Çojmë PS-ja do çojmë nëse PS-ja do jetë vetëm shtëpia e Edi Ramës apo do ketë edhe ca njerëz tjerë aty rrotull dhe kjo është historia, prandaj kanë dalë ata njerëz shesh dhe prandaj kërkojnë ndryshimin. Për shembull, se unë druaj që një pjesë e tyre kuptojnë çdo thotë kufizimi me 2 mandate. Se kuptojnë. Ajo duket që është një mendje nga jashtë që i thotë ç'a të bëjnë. Por ti mendon që këto 3 parti ose 4 parti për të cilat po flasim do të arrinin, do të vinin kufizimin ata brenda vetes, kësaj thonë vër kufizimin dhe largohu. Ky është një ndryshim kushtetues, kupton? Ti mendon se ndonjëri nga ata me vullnet do ta bënte këtë gjë? Absolutisht jo. Absolutisht jo. I vetmi ndryshim këtu e di kush është. Domethënë Erdogani në Turqi vërtet është burgosur kryetari i Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu që është edhe lideri i opozitës. Por rrugët e Stambollit janë të mbushura me reklama pro İmamoğlu's, mbrojtjes së tij, veprave që ka bërë etj. Erion Velis nuk i lën të futet atje as sekretaren që ka pas nuk e lën të futet më të Bashkia e Tiranës. Se nuk se ka ekziston numri 2 në koncept. Ajo shtëpia e tij dhe kaq paroj muhabeti. Pra, në këtë pikpamje, unë mendoj që Shqipëria ka
tet nevojë për nga poshtë, por modeli që ofron opozita është komplet e kundër. Modeli që ofron opozita është ajo që saktësisht i duhet Edi Ramës, sepse ki parasysh në anën tjetër duhet kuptojmë një gjë. Edi Rama thotë, unë jam problemi, po mirë, shikoni këta tjerë njerëz janë. Edhe ai Federatës Shaut nuk jep dorëheqjen në Shqipëri. Apo të kujtun të ping-pongut, çfarë duhet. Jo më këta. Prandaj edhe njerëz kanë dalë në shesh, sepse e ke lënë vendin pa valvë shkarkimi. Tani shumë deklarata, shumë anketime janë bërë dhe një vlerësim gjithmonë e në rritje i atribuohet SPAK-ut për shembull, nga momentumi që jemi ne aktualisht referuar gjitha zhvillimeve politike, por jo vetëm. Në trekëndshin SPAK, pushtet, apo politik po e përmbledh, po e zgjeroi dhe popull që në këtë rast është protesta. Çfarë mund të presim në shtator, se ti e di që shtatorin e kemi kështu funksionimin e institucioneve paralajmërues. Ediona, funksionimin e institucioneve të shtetit. Ky është problemi, janë institucionet e shtetit. Pra, çështja është që unë nuk pres nga ministrat bëjnë çudi. E para një shumica e tyre nuk pres se duket që janë dhe idiotë në sjellje publike, po unë nuk dua të fyej asnjëri. Unë pres funksionimin e institucioneve. Pra, në momentin kur mua më del drejtori i përgjithshëm i policisë, e më thotë jam duke monitoruar 10.000 veta që kanë bërë komente negative në booking, unë them, o ky zot njerëz ka bënë një rezervim booking, nuk e di si bëhet, ose ky zotëria është në një hall të madh që dikush i ka thënë dil dhe lexo këtë letrën, ose ky zotëria ka ngatruar misionin që ka, dhe në vend që të bëj luftë me gangsterët, po bën luftë me blogerët. Është funksionimi i institucioneve të shtetit. Pra, duhet kuptojmë që edhe në Sirinë e Asadit, në kulmin e luftës civile, funksiononin institucionet. Unë kam qenë luftën e Maqedonisë në 2001, 6 muaj u blloku gjithë vendi e tjerë, funksiononin institucionet. Edhe kur ndodhte një vrasje, edhe kur ashtu shkonte policia, edhe në zonat shqiptare që nuk lejonte UÇK aty, shkonin bënin ekspertizën, merrnin letrat i shënonin e tjerë. Edhe ngjarjet e burgut të Dubravës, ku u vranë shumë njerëz nga Kosova atje që u bën bombardimet e tjerë, domethënë u plagosën, pjesa tjetër u transferuan e tjerë, ka vajtur policia kriminale, pavarësisht se ishte mes luftës Serbia me NATO, dhe ka bërë punën e vet, ato që bëjnë. Pra, çështja është që këtu nuk po i kërkon kush në mrekulli. Këtyre zotërive. Këtu nuk e se pret kush nga zoti Rama, që zoti Rama të bëhet pastrues i rrugëve të Tiranës. Thjesht, zoti Rama duhet bëjt mundshme që varësit e tij, ose të tjerëve, pra ata që punojnë në institucionet, bëjnë punën për cilën paguhen. Ka që thjesht është. Pra, çështja është që kush merr përsipër që të bëjnë institucionet të funksionojnë. Pra, ti thua çfarë do presim shtator. Nëse nuk funksionojnë institucionet, dhe nëse gjithë institucionet i kemi aty luftë në internet kundër njëri tjetrit, me atë algoritmin e famshëm, çfarë pretendon? Normal që gjë, dal nga dal, do dalë jashtë kontrollit, siç është bllokuar ka 2 muaj në Shqipëri. Funksionimi i institucionit. Jo më larg se dje më shkruante një kushërimi nga Amerika, duhet vi këtë verë, se kthehet xhaxha im, vjen pas disa ditësh nga Amerika dhe më thoshte duhet vi këtë verë, të rri sa ditë me pushime në Shqipëri, po kam frikë se shoh lajmet nga interneti. Vllai thash se këtu s'ka asgjë për të pas frikë, këtu është gjithçka në rregull dhe gjërat vazhdojnë, vetëm çmimet janë të kripura, po këto i zgjidhti se parat i ketuat. Tani unë nuk pres që dali Rama dhe t'i mbushi mendin turistëve. Por zinxhiri i pushtetit, se ky ka dhe pushtetin vendor, nga pushteti vendor e deri në majat e pushtetit, duhet të jetë, nëse ky është prioriteti i turizmit, duhet të jetë tërësisht i përqendruar këtu. Po tash do të them që shiko si janë mbushur malet me plera nëpër lokacione turistike. E këtu s'ta ka fajin as blogeri, as protesta, ta kanë fajin ata që ke vend punosh atje. Po si shkunde këta? S'ta ka fajin as booking, o ti zoti.
Ta kanë fajin këta tutë. Funksionimi i institucionet. Pra duhet që dikush ta marrë përsipër që do funksionin institucionet. Se unë nuk presit marrin policat pistoletët edhe të shkojnë edhe vrasin njerëz rrugët ose luftë kundër krimit. Po shumë normale që gjatë kohës turizmit, forcat e ndërhyrjes shpejt që nxjerr sa herë që del çdo natë që është protesta aty etj, në vend që të merren me protestën aty lër policët e rendit ose të operacionalet sta që ke, ti nxjerrësh në rrugët kombëtare me postbllokje të kontrollojnë njerëzit, këta që janë me armë vete. Ndodhi ngjarje në Elbasan para mbrëm. 4 plagosur sa ishin atje. Atëherë këtu problemi është që që Zotit që rujti Zoti ata. Po këtu problemi është që unë nuk pres si kryeministri të shkoj të arrestoj njerëzit. As ministri i Brendshëm. Por pres institucionet të bëjnë punën e vet. Nëse institucionet nuk bëjnë punën e vet, kujt do ja kërkosh fajin dhe përgjegjësinë? Do dalësh pastaj të thuash jo se statistikat thonë kështu, statistikat thonë ashtu? Edhe do ankohesh se po ta fut blogerin në internet nëpërmjet aplikacione? Jo, ke një problem real me veten. Pra, askush nuk kërkon nga Edi Rama, që Edi Rama përveç shprehjes që kanë ata Ramanburg, Berishamburg, që Edi Rama dorëzohet dhe thotë se po i kite burgut 313 i bëj shoqë Ilir Metës. Askush kërkon këtë gjë. Të gjithë ata duan që në ato gjërën e vogël të vetën, secili nga ata të ketë drejtën të shohë që jeton një shtet ku institucionet e shtetit reagojnë. Mjafton kaq po të them. Para disa vjetësh ka shkuar Rama, shkoi në një bashki në jug, më duket, në Saranda, në Himar etj. Edhe tha, zvihet nga plerat. Ishte Rama kryeminist. Tani, nga kush e pret këtë gjë? T'ja them unë këtu ose në një studio tjetër? Harroj se do bëj luftën për plerat. Si doj. Kjo është gjë që nuk i funksionon. Pra, nëse i jep leje ndërtimi për pallate, do të japësh obligimin atij që të mbjelli pemë. Ku janë pemët? Pastroj rrugët. Të hapin kanalizimet. Ku? Ky është problemi. Pra, unë po të them që ju përmendni shtatorin. Para shtatorit ke akoma 10 ditë nga korriku dhe ke gjithë gushtin. Duhet të reagojnë institucionet. Duhet të reagojnë institucionet. Dhe kjo është gjë që kanë nxjerrë ata njerëz në rrugë. Mirë, mbarua me hallet tona, të kalojmë pak në rajonin botë, bëjmë një xhiro të shkurtër analize. Për shembull në Serbi, me lëvizjet e fundit në raport me qeverinë, me fatin e Vučićit, ç'mund të themi? Jo, Serbia është një rast sui generis. Ata syti kanë nga Evropa, zemrën e kanë nga Rusia. Sepse ata nuk janë rusë, por kanë kishën ruse kishtë të tyre. Pra, kisha serbe është pjesë e familjes kishës ruse. Po për qenë janë Evropian, i kanë sytë nga Evropa, lidhjet i kanë nga Evropa atje. Dhe, në fakt, Serbi ka një opozitë e cila është e përqarë, e cila thotë është pro-europiane. Po kur vjen pika, tek Kosova, tek Bosnia, ai Vučić para asaj opozite duket i moderuar. Pra, Serbia ka një problem vetvete me faktin që nuk ka pranuar kurrë që luftrat e viteve 90 ishin shkatrimi real i Serbisë. Luftrat e viteve 90 i filloi Serbia Miloševićit për të krijuar shtetin etnik. Kjo ministre, për shembull, që komentoi që tha po të isha unë vend Miloševićit do e kisha pastruar Kosovën. Kjo është serbe PS e cila ka qenë e vogël kur është bërë lufta. Pra, Serbia real problemin e ka psikopolitik. Në një anë Serbia do të jetë pjesë e Evropës dhe perëndimit, ketë marrëdhënie të mira me Amerikën, ketë marrëdhënie të mira me Evropën, të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian etj. Por në anën tjetër zemra i rrepër nga Rusia. Prandaj blen armatime, blen këtë, blen atë. Që Serbia ka një problem shumë më të thellë se sa i shohim ne nga jashtë.
Pavarësisht se qeveria Vučić ka bërë shumë reforma ekonomike, ritmi, cilësia e jetesës së njerëzve është rritur. Po ndërkohë, normale, pas 26 vjet luftë që ka qenë lufta, do ndryshonin gjërat. Po dhe atje ka shumë probleme me oligarkë e tjerë. Por problemi real i Serbisë është ky që thash. Dualiteti që ka Serbia mes dëshirës edhe mundësisë. Do të thënë, në mendje kanë diçka tjetër, në zemër kanë diçka tjetër. Okay. Kalojmë pak tek Orbani. Do të ndodh diçka ligjërisht me të nisur nga lëvizjet e fundit në Hungari me bastisje dhe apo Shiko, është e mundshme pas shumë vitesh pushtet. Ke patur parasysh që Viktor Orbani e ka filluar politikën në 1990. Jemi 36 vjet. Është e mundshme. Aq më tepër që kjo majorancë çoi edhe në shkarkimin e presidentit të Republikës që më parë ka qenë dhe kryetari i gjykatës kushtetuese. Unë e kam takuar atë president, një njeri shumë i mençur dhe racional edhe burr i zgjuar. Por ndryshimi ishte i pakthyeshëm edhe me ndikim, por ki parasysh që zoti Orban vazhdoi dhe mbetet kryetari i partisë. Dhe nëse goditet, do të jetë lideri i opozitës në burg dhe është mënyra se si ai mund të rikthehet më tej. Pra nuk është e qartë që do ketë një luftë të fortë mes qeverisë së re edhe Viktor Orbanit dhe sistemit politik të Viktor Orbanit. Okay. Mirë, kalojmë pak në Britaninë e Madhe, kemi një lider të ri, Andy Burnham. Ne nuk kemi lider të ri. Mos ngatrojmë gjërat. Si nuk kemi lider të ri? S'kemi pas lider ne. Në Britani ka ndryshuar që kur ka filluar lufta deri tani, 6 qeveri. Mirë, kjo është çështje tjetër, po. Jo, çështje tjetër. Tani s'mund ta paragjykojmë, mund të jetë gjatë ky. Po, shikoj, unë nuk paragjykoj njëri. Lider është ai që udhëheq. Jo, të dhënat ato janë këtë drejt. Këta janë zyrtaruc të vegjël që qeverisin pak muaj dhe ikin dhe largohen. Dhe kjo është me shkrim, po. Dhe këta janë gjithë pasojë e luftës Ukrainës dhe e inflacionit. Pra inflacioni britanik ka shkatëruar gjithë klasën politike, po jo një qeveri, një herë djathtë këta janë të majtë. Pra, bam, 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 bam. Çështja është që po të mos kishin ndodhur këto ndryshime, atëherë do thonim që ne kemi një lider. Johnson ishte deri diku lider. Por nga pararsi Johnsoni, deri te Johnson, deri sot janë 7 kryeministra në 6 vjet. 5 vjet? Po, më pak se 6 vjet. 5 vjet. 4 vjet e gjysmë. Kështu që problemi vërtet, kemi një kryeministër të ri, por nuk kemi një lider të ri. Ndërkohë që kemi një lider në opozitë që vjen nga ekstremi djathtë. Pra, ai po bën Nigel Farage po bën apel për zgjedhje të reja. Sepse është i sigurt që i fiton. Se dikur do bëhen, mund bëhen vitin që vjen. Ndoshta do presim se ata nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, pra nuk shkojnë në zgjedhje për Parlamentin Evropian, kur të bëhen zgjedhjet e Parlamentit Evropian vitin që vjen. Po një gjë është e qartë, që në momentin e parë që bëhen zgjedhjet, vjen ekstremi i djathtë në Britani. Dhe në raport me gjëra të tilla si lufta në Rusi apo lufta në Gjerin Persik, marrëdhëniet me BE-n apo marrëdhëniet me SBA-n, paraardhësi, pra ish kryeministri Starmer, ishte shumë aktiv, shumë proaktiv, po i dështuar në të gjitha pikët. Pra, nuk pati asnjë përparim në çështjen Rusi-Ukrainë, përkundrazi, siç e pe dje, domethënë, kjo është herë e tretë që mes luftës Zelenski ndryshon gjithë zinxhirin komandues sërish pra të ushtrisë dhe të forcave të armatosura dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Nuk pati në ekonomi, nuk pati në marrëdhënie me BE, pavarësisht se ai u mundua të merrte pjesë në gjitha mbledhjet e tjera, dhe një marrëdhënie konfliktuale permanente me presidentin Trump. Kështu që unë nuk shoh që ky riu që erdhi
të ketë një avancim më të madh, domethënë. Unë mendoj që do jetë shumë e vështirë që kjo majorancë të prodhoj leadership, sigurisht ka kryeministër, po nuk i jap edhe shumë afat edhe kësaj majorancë. Do kalojnë këtë verë disa muaj dhe kriza e radhës, sepse për shkak të ngjarjeve që po ndodhin, lufta në Iran dhe vazhdimi i luftës në Ukrainë, ka pak gjasa që gara për të ulur inflacionin ose luftën me çmimet të ketë sukses. Flasim pak për se mbaj mend disa herë për lëmshin e madh në lindjen e mesme SHUBA, Iran, Izrael, parën pushimi ka mbaruar me kohë, po sulmet vazhdojnë. Kemi një marrëveshje të re mes presidentit amerikan dhe Bin Salman, Arabin Saudite për bërthamorët, uraniumin. Ku po shkon kjo? Askund. Si që nis, do bitiset. Për sa kohë, Irani nuk mundet do të ushtarakisht, Irani do t'i imponoj, kam thënë disa herë në studion tënde, që si kundër pa ta paralajmëruar që do filloj kjo luftë, pa ta paralajmëruar që është edhe pamundshme ta mundësh Irani. Për të mundur Irani duhet 1 milion trupa për të rrëzuar regjimin, minimalisht. Dhe me që më ndalove te Arabia Saudite, Arabia Saudite ka 2 kushte të panegociueshme. 1. Izraeli të njohë Palestinën, pra të zbatohet marrëveshja me 2 shtete dhe shkojnë bisedimet janë në Rom, sot fillojnë bisedimet në Rom për zgjidhje me 2 shtete, dhe Arabia Saudite të ketë të drejtën e mbrojtjes bërthamore. Gjë që shqetëson si Iranin edhe Izraelin, por në anën tjetër Arabia Saudite është mesin e të dyjave. Pra, të bëjmë një bilans nga fillimi i luftës. Ra gjë regjimin në Iran? Jo. Ranë çmimet e naftës dhe të gazit? Jo. U lirua Hormuzi, se Hormuzi më përpara nuk ishte marrë peng. Jo, përkundrazi. Tash rrezikojmë mbylljen dhe të kanalit tjetër nga Bab el Mandeb në detin e Kuq me Oqeanin Indian. Dhe kemi zgjerim të luftës mes Hudhëve dhe Arabisë Saudite dhe zgjerim konfliktit më tej. Pra, vetëm para pak ditësh Irani vrau disa ushtarak amerikanë në Jordani, që shumë larg është në kufij me Izraelin. Është herë e tretë që ka negociata të drejtë për drejta, ulen dhe pa mbaruar negociatat i rikthehen luftës. Pra, unë mendoj që realisht nëse do ketë negociata, ose nëse ndonjë palë do dojë negociata të suksesshme, negociatat duhen bërë me Moskën dhe me Kinë. Dhe ajo është zgjidhja, a? Pa negociata të drejtë për drejta me Moskën dhe me Kinën, që ata e thrasin Iranin dhe thonë tani duhet të shohim një afër. Unë mendoj që lufta do jetë e destinuar të jetë gjatë, edhe të rikthehet her pas herës në mënyrë kështu, sepse nuk shoh domethënë në mënyrë të pa dyshimt, Irani ka destabilizuar gjithë rajonin e lindjes mesme. Dhe për gjithë ata që në vlerësonin Iranin apo aleatët e Iranit, surpriza ka qenë as pak e këndshme, dhe kjo është parë nga tregjet të inflacionit e tjerë deri tek debati dhe dështimi politik mes aleatëve, pra BE-s edhe NATO-s. Një sukses të madh pati samiti i NATO-s ku vajti zoti Trump, se u bën Turqi. Tha edhe vetaj. Po se u bën Turqi, po vendet e tjera. Se ki parasysh që zoti Trump për të shtrënguar dorën kryeministrit të Spanjës, Sanchez u desh ajo finalja e botrorit në New York, se kishte asnjë lloj bashkëbisedimi. Spanja dhe Franca nuk e lejojnë hapësirën ajrore dhe janë aleat në NATO. Pra, në këtë pikpamje do duhet shohim edhe se si shkojnë 2 zgjedhjet. Zgjedhjet e përgjithshme në Izrael në 23 tetor. Dhe mes mandatin Amerikë. Dhe mes mandatin Amerikë, që është 2 javë më mbrapa. Pra, këto luftra në Ukrainë dhe lufta në Iran, do të kenë një indikim të pa kthyeshëm në këto dy procese zgjedhore, të cilët kësaj here janë si asnjëherë më shumë të rëndësishme për botën. Pra, zgjedhjet në Izrael dhe zgjedhjet në Amerikë. Dhe pas 4 vitesh do të bëjmë pyetjet.
A u shkatrua Hamasin? Jo. Po Gaza u shkatrua. Po deri diku. A u shkatrua Hezbollahu? Jo. Po jugu i Libanit u shkatrua. Po deri diku. A u shkatrua Irani? Jo. Por u shkatruan disa pjesë, disa territore, por u shkatruan tregjet, u shkatrua ekonomia botërore, ndikimi te jeta e të varfër, te drithrat, te energjia, te siguria detare, gjithë pra, të gjitha këto pikat po t'i kapim nga një, a u forcuan regjimet autokratike? Po. A u dobësuan regjimet demokratike? Po. Pra, po të shohim pak më thellë, kuptojmë që lufta mes BRICS-it edhe Perëndimit që jemi ne, është një luftë afatgjatë dhe kjo që po ndodh është vetëm një fotografi e kësaj luftës afatgjatë. Dhe a vazhdojmë ne jemi gjithmonë më të shantazhueshëm nga stili i jetës që ka Perëndimi në krahasim me popullsinë lindore të botës, pra mendoj që po. Dhe këtu duhet vëmë pika mbi. Pra, nëse do ta mbajmë NATO-n, me që jemi post summitit NATO-s, çështja është a do mbajmë NATO-n si OEQ, apo do të kemi një NATO serioze. Pra, tu nuk është problemi a bie apo jo Benjamin Netanyahu, i cili ashtu kështu është futur në listën e të kërkuarve ndërkombëtar si kriminal lufte, bashkë me disa bashkëpunëtorë vet. Është kryeminist i zgjedhur i një vendi sovran. Tu problemi është nëse rënia e Benjamin Netanyahut do të dobësonte më tej Izrael. Dhe e kemi thënë në këto studio që asnjë nga këto tre fuqi, as Izraeli, as Irani dhe as SBA nuk kanë luksin ta humbasin atë luftë. Kështu që vazhdimin e luftës do ta shohim edhe në javët dhe muajt e tjerë. Pyetja e fundit shumë shkurt, mënyra si po e luan apo nuk po e luan Donald Trump të gjithë qasjen e çka po ndodh me Iranin, është një dështim personal i tij? Jo. Mendoj që ai ka kërkuar suksesin personal me fillimin e luftës, kur vra Khamenei. Dhe prandaj duket si dështim personal i tij. Po në fakt nuk është dështim personal i tij, është dështim i sistemit, edhe i aleatëve arab, edhe Izraelit që sugjeroi këtë shumë, po edhe të institucioneve të tjera, sepse ki parasysh që SBA-ja është fuqia më e madhe botërore, ushtarake. Ka një buxhet për 1 trilion në vit Pentagoni. Dhe nuk i takon presidentit që të jetë për momentin që ai e mori përsipër pra flamurin, sepse 2 ditët e para u pa që Irani u trondit shumë dhe u pa e mundshme që të kishte një sukses të rënies së regjimit, siç pati në Venezuelë. Në atë moment, dukshmëria duket sikur është dështim personal i tij, sepse ai kërkonte suksesin personal. Po në fakt është dështim i institucionit. Po ky skenari që iranianët e duan të vdekur Trumpin apo këtu skemi? Po jo. Duhet të kuptojmë një gjë që është në vazhdon e retorikës. Duhet të kuptojmë një gjë që Irani, përveç që është një nga popullsitë më të vjetra të botës që kemi përmendur atje, ky regjimi sot i ajatollave, pra regjimi komeinist, siç thotë zoti Rama, ka gati 50 vjet në pushtet. Dhe në 50 vjet Irani ka qenë vazhdimisht i rrethuar nga Perëndimi. Domethënë Irani ka pas për rreth 20 e sa vite trupat e NATO-s në Afganistan. E ka NATO në kufit e vet në Turqi. E ka patur NATO-n dhe jo vetëm NATO-n në Irak me ushtri e tjerë, pastaj në Kuvajt, në Arabi Saudite i ka trupat amerikane, pra gjitha ato bazat që ka atje, edhe deri poshtë në Pakistan. Irani ka qenë vazhdimisht i rrethuar nga Amerika, edhe nga Perëndimi. Pra Irani e njeh frikën, se kësaj i ka mbijetuar. Nuk ka lujt mend as Irani as ndonjë tjetër shkoj të vrasë presidentin e Amerikës, sepse ti që shkon në luftë bërthamore. Dhe nuk i duhet. Në fakt i duhet e kundërta. I duhet konflikti i brendshëm politik në Amerikë, sepse kjo dobëson Amerikën nga brendshëm. Se çështja është alternativa në Amerikë, alternativa politike,
Qa tha zoti Trump? Tha, unë nuk do të lej kur Amerikën në 250 dhjetorin që të kthehet një shtet socialist komunist. Se kishte me mua, jo, kishte me Mamdanin. Pra, Iranit i duhet që Amerikat problemet i ketë nga brenda. Pra, nëse për zotin Trump, finalja e botrorit ishte një shkëlqim i fuqisë Amerikës, i kapitalizmit e tjerë, tjepe që ishin bledhë gjithë hyjet e botës e tjerë, në anën tjetër, ai ka një problem të brendshëm jo pak të vogël me situatën ekonomike dhe me situatën politike brenda, sepse Mamdani, pra nuk tha Irani do arrestojmë ne Netanyahu ose do vrasim Netanyahu. Jo Irani, e tha Mamdani do të arrestojmë Netanyahu. Dhe Mamdani është kryetari i Bashkisë New Yorkut, është lideri i arshëm i opozitës. Pra problemi është i brendshëm. Pse? Sepse tillë është shoqëria amerikane. Mos harroj që shoqëria amerikane ka prirur me proceset e veta prej shumë vitesh, që nga kriza e parë ekonomike e viteve 20, shumë proceseve në botë. Pra, ishin ngjarjet që ndodhen në Amerikë, lufta me Meksikën, lufta civile amerikane e tjerë, që i pararendën ngjarjeve të luftës parë botërore. Dhe ishte ndërhyrja e Amerikës që ktheu fatet e luftës parë botërore. Idem me luftën e dytë botërore. Ishte kriza e 29-s që prodhoi luftën e dytë botërore dhe gjithë pasojat e saj, dhe ishte ndërhyrja e Amerikës që i dha fund saj e tjerë, dhe do të thënë, ne kemi jetuar në shekullin e Amerikës, edhe ky që jetojmë sot e kësaj dite është shekulli i Amerikës. Por problemet e sotshme të Amerikës nuk janë më jashtë, janë brenda. Faleminderit shumë që të kisha. Faleminderit ju. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Mirupafshim.